Armando Broja nuk ja doli të linte shenjë në ndeshjen e radhës që luati si titullar me Burnley në Kupën e Ligës, pasi pas skuadrën e tij të mundej me shifra 2-1 pas sfidës që e nisi si titullar ndaj Cardiffit. Broja shpërndoroi dy raste të mira në këtë ndeshje ku trajneri Parker pranoi se qëllimi kishte qenë t'u jepeshin mundësi të tregonin veten lojtarëve që kishin qenë më pak në fushën e lojës në kampionat. Megjithatë, bilanci për Brojën nuk ka qenë i mirë në këtë sfidë, pasi në mediat që i kushtohen klubit si Burnley Express, komentet për të nuk kanë qenë pozitive. Duke i përsërisë si i ndryshkur, ndoshta duhet të kishte bërë më mirë kur u nisi vetëm drejt portës për t'u ndalur nga portieri me këmbë. Ishte vlerësimi për paraqitjen e Brojës, të cilit i ishte vënë nota 5 nga portali në fjalë, i cili kushtohet plotësisht klubit britanik. Sa u përket statistikave të tij në ndeshje, Broja kishte 24 herë kontakt me topin gjatë 78 minutave në fushë. Ai bëri 3 goditje në katërkëndor, me njërin prej tyre që u bllokua nga mbrojtësit. Fitoi vetëm 3 nga 9 duelet me kundërshtarët, ndërsa bëri 10 pasime të sakta në 12 tentativa.